Një aksion i gjerë policor është zhvilluar në qytetin bregdetar të Sarandës, duke vënë në shënjestër një skem të dyshuar të ndërtimeve të paligjshme që ka përfshirë zyrtar të shtetit dhe sipërmarrës privat. Prokuroria në Sarandë ka lëshuar 12 urdhër arrestesh, duke zbuluar një lidhje të mundshme mes punonjësve të rendit, zyrtarëve të pushtetit lokal dhe ndërtuesve. Forcat e drejtorisë së policisë Vlorë në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore kanë ushtruar kontrolle në disa objekte, duke ekzekutuar masat e sigurisë për një pjesë të hetuarve. Hetimet janë fokusuar tek 4 efektiv të Komisariatit të Sarandës, 4 zyrtar të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit dhe 4 ndërtues. Në kuadër të këtij procedimi penal, AMP ka konfirmuar ekzekutimin e masave për punonjësit e policisë. Konkretisht, për punonjësit Kristofor Shkrepa dhe Kastriot Sotka është caktuar masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa për Blerim Tafcion është dhënë masa arrest në shtëpi. Ndërkohë, një tjetër oficer krimesh vijon të jetë në kërkim. Sa i përket zyrtarëve të IMT së Bashkisë Sarandë, autoritetet bëjnë me dije se deri në këtë momente nuk është kapur asnjë prej të shpallurve në kërkim. Nga ana e ndërtuesve është bërë i mundur vetëm ndalimi i pronarit të një hoteli me inicialet AP, ndërsa 3 ndërtues të tjerë mbeten në kërkim. Kjo valë arrestimesh thellon goditje ndaj strukturave në Sarandë dhe Ksamil, duke pasuar ndalimin e kryekomisarit Gëzim Bashllari vetëm pak ditë më parë, në kuadër të njëjtit aksion kundër ndërtimeve pa leje. Prokuroria vijon hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj skeme dhe kapjen e personave që ende nuk janë vënë para përgjegjësisë ligjore.